Për rreth 2 orë, historiani i njohur Pëllum Xhufi zhvilloi mbrëmjen e sejntes një bashkëbisedim mjaft interesant me anëtar të 3 klubeve rotariane të Durrësit. Në një rrëfim për jetën e tij, akademiku Xhufi zbuloi se kishte lindur rastësisht në qytetin mbretëtar dhe se kishte qenë babai i tij, ai që e shtyu të studionte ato që në kohët tona njihen si gjuhë të vdekura, latinishtën dhe greqishtën e lashtë. Ka lindur rastësisht në Kovalishens, ku kishin ardhur me pushime prindërit e mi, po me qenë se ka qenë shumë i stret si vogël, duket edhe mbark të nënës edhe dola shtatanik. U hap një kurs të gjuhët e huaja, ku kam shkuar unë në vitin 1966, viti parë, për latinisht e greqisht, dhe nga klasike quaj. Vetëm një vit u hap ajo. Dhe unë shkova, kam shkuar me dajak aty, sepse unë doja të shkoja të gjuhët e huaja, po doja për frëngjisht. I matë që kishte një farë shkolle, kishte bërë një lloj akademie ushtarake, kuptohet, Bashkimi Sovjetik, më tha, mirë me që do të shkosh dhe gjuhët e huaja, po më ke thënë që do bësh pilot i herë, s'kam frikë, e di, tha, po ti do shkosh për latinisht e për greqisht. Ku dion që latinisht greqisht? Duke u ndalur tek puna e historianit dhe faktet historike të cilave duhet u qëndrojnë besnik, Xhufi solli shembullin e homologut grek, Konstantin Mercios, që sipas tij ka bërë mëkat me historinë e Shqipërisë, sepse në botimin e tij në greqisht për historinë mesjetare të Epirit ka tjetërsuar përmbajtjen e dokumenteve origjinale të Venedikut për sa i përket shqiptarëve. Aty pash që historinë tonë të huajt ka raste që duan, se duan dhe vendin, duan dhe popullin, duan dhe gjuhën dhe kulturën, edhe historinë shqiptare, por në njerë edhe e shtërmërojnë, apo jo, se duan më shumë vendin e tyre, sidomos me këto vende fqinje, me sërbët dhe me, më ka ndodhur shumë pasaj, i shoh çdo gjë kështu, domethënë janë bërë manjak në kuptimin çfarë thotë ky, ku e ka gjetur, e verifikojnë origjinal, dhe më ka rezultuar që ai ka bërë një mëkat shumë të madh për historianët. Domethënë ai ja ka me atë rast ja ka atribuar Epirin greqisë. Gjatë takimit, historiani i njohur shprehu qartë qëndrimin e tij mbi heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe përkatësinë e tij fetare në periudha të ndryshme të jetës, duke u përgjigjur interesimit të pranishmëve, lidhur me qëndrimin e tij për tekstet e historisë në shkollat tona. Xhufi parashtroi qëndrimet e tij kundër antartekstit. Në të njëjtën kohë ai theksoi nevojën që të krijohet një brez i ri studiuesish shqiptar, që njohin gjuhët e vjetra, pasi nga studiuesit në moshë kanë mbetur vetëm pak. Jemi shumë pak që merremi me këto periudha, për fat keq, se që të merresh me historinë e mesjetës Shqipërisë, si të merresh dhe me historinë e gjuhës shqipe, duhet të dish sa gjuhë që quhen me përçmim gjuhë të vdekura. I nderuar së fundmi nga presidenti Bajram Begaj me titullin oficer i madh, historiani i njohur zbuloi dhe projektet që ka aktualisht në duar. Jam pensionist, punoj më shumë se çisha me thënë drejtën, se kështu ka qelluar tani që se më pyet edhe ç'a projektesh. Kemi një 3 projekte si akademi, ta them, historia e Shqipërisë në 4 vëllime, i cili një pjesë është mbaruar, ne vëllimin e mesjetës e kemi mbaruar. Është një botim që s'është bërë ndonjëherë, se do jetë me aparat shkencor, me ato fusnotat që janë shumë të rëndësishme. Domethënë çdo frazë është e mbështetur në dokumentacion, në literaturë. Kemi fjalorin e madh të gjuhës shqipe dhe kemi dhe enciklopedinë shqiptare që do jetë me 10 ose 15 vëllime. Ju na bëni ta duam historinë, i tha në fund të takimit moderatori Bledar Kurti, akademiku të nderuar, dhe jo më kot Xhufi renditet ndër historianët më të njohur të historisë sonë.